Është e habishme që jo pak qytetarë të Kosovës, në veçanti ata që jetojnë në Gjermani, Zvicër, Britani të Madhe e në vendet e Skandinavisë, përkrahin ministrin Rozeta Hajdari kur asaj ngritet akt akuz për keqpërdorim me rezervat shtetërore me dëm rreth 3 milion euro për buxhetin e Kosovës. Bëhet krejt standard normal që ministrja e pandehur nuk dërhiqet nga pozita qeveritare pas akt akuzës, e sulmon sistemin e drejtësisë, kandidon edhe për deputete dhe nuk paraqitet në seancën e parë me arsyetime krejt banale. Për më tepër, përkrahin sulmet dhe refuzimin e kryeministit që të shkojë si qytetari barabartë në prokurori për dhënë dëshmi. Arsyeja pse ende shumë kosovarë jetojnë në Evropë është një jetë më e mirë, në një sistem me përgjegjësi më të lartë politike dhe ku ligji është mbi të gjithë. E në një vend ku ligji funksionon, ku drejtësia respektohet dhe ku përgjegjësia politike ka peshë të madhe, dorëheqjet qeveritare në rast të skandalesh, hetimesh e devijimesh të ndryshme janë standard që nuk ndryshon. Dhe kur këto standarde respektohen, kur sistemi funksionon mbi bazën e ligjit të barabartë për gjithë, ekonomia është më e fortë, arsimi më cilësor dhe shëndetësia më e mirë. Në Suedi në vitin 2006, dy ministre, ajo e tregtisë Maria Borelius dhe ministrja e kulturës Cecilia Shilo, dhanë dorëheqje vetëm pak ditë pas emërimit pasi u raportua se ato nuk kishin paguar tatimet për datën të fëmijëve të tyre dhe gjithashtu tarifën televizive. Qeveria holandeze dha dorëheqje në vitin 2021 pasi u gjet se autoritetet kishin akuzuar gabimisht mbi 20.000 familje se po mashtronin me shtesat për fëmijë. Në vitin 2011, sekretari i mbrojtjes në Britani të Madhe, Liam Fox, dha dorëheqje pasi u zbulua se kishte marrë disa herë në takime zyrtare një mik të tij. Hannes Schavan, ministri i arsimit në Gjermani, dha dorëheqje në vitin 2013 pas zgjedhjeve dhe raportimeve se ajo kishte bërë plagjatur në doktoraturën e saj. Në Francë, François Derouche dha dorëheqje në vitin 2019 nga posti i ministrit të ekologjisë pasi u raportua se në postin e tij të mëhershëm si kryetari i parlamentit kishte shpenzuar shumë në darka luksoze zyrtare. Imagjinojeni pra, në një nga këto vende nëse një ministër me akt akuzë për 3 milion euro dëm shtetit nuk jep dorëheqje, kandidon për deputete, nuk shkon në seancë, sulmon sistemin e drejtësisë dhe shefi i saj, kryeministri, nuk i përgjigjet drejtësisë dhe sulmon atë. Pyetjet bazike në këtë rast për gjithë ata që jetojnë në Kosovë dhe e ndrojnë një sistem evropian, apo për gjithë ata që jetojnë në Evropë dhe votojnë në Kosovë janë: a besoni në drejtësi apo në paprekshmëri, në përgjegjësi apo në sulme e justifikime, në shtet apo në individ e parti? Zgjedhja është e juaja.